Më vinë mesazhe në fakt thonë si ka mundësia, është e vërtet. Ç'na the? Po jamër ku I keni emailët, kupton janë emailët siç I patë në ekranin tuaj, është vetë. Sonte nuk do flen shtëpi, më mbyti plaka ime, ç'na the? Është vetë Ajola Dona që ka përfaqësuar firmën, që ka përfituar miliona euro, ka pasuruar eurot, është Ajola. Po, pra, me ka fjalë, në çdo marrëdhënie, avokatie ka dy palë, që është Gentian Zene e Sajmir Kota, në mes është avokati apo avokatja që firmon. Oke, Igo, ka lë bukur kjo punë. Më shkruan dikush, a do të rigjet Erion Velia tashmë nga gara për Bashkinë e Tiranës? Ja. Pyeteni Erionin, nuk mund ta them unë këtë gjë bukur. Ngelemi pra pak përsëri tek prokuroria e Tiranës, e cila ky është një informacion që është tepër I saktë, sepse gjithë në këtë Shqipëri të vogël njohim njerëz, kemi të afërm, kemi miq e shok. Mua punëm ka bërë një ca më tepër në këto rangjet e politikës, deputetëve, prokurorisë e gjykatave. Të gjithë shqiptarëve me rilinën I ka ra dikush në burg. Mos për drita, për takë, I ka ra, ja ka fut dikën e rilindja në burg. Po thosha që fushtrinë ime sot shoqërore janë prokurorët. Edhe deri afër me këtë çështje, po nuk jap emra derisa të des, po. Pse I ngacmon? E di ça hallesh po kalon edhe. Edhe po pohojnë që Sajmiro është një marzi, është e tëra një marzi, e tëra një çmenduri. Më fal. Ju ja them sinqerisht sepse. A vë veten, dëgjoj, me duke mbathët larg janë pashkë, kupton apo? A vë veten në vend prokurorit, që nga njëra anë ka Sajmini dhe Gendi që do shumë me dhagonin, e nga ana tjetër ka atë që vërtet uomo nero, futin burg. Bravo, ja. Sepse ja tregova historinë. Megjithatë, pra, duke qenë më thënë jashtë kuadrit ligjor, duke mos pasur bindje, sepse kanë vetëm dyshime prokuroria, kanë nxjerrur miliruar një urdhër arresti. Një urdhër arresti. Kartoni kuq. E thotë shpallën në kërkime ngjyrë të kuqe. Pasi prokuroria e Tiranës etj. Për ekzekutimin e vendimit penal etj. Arrest me burg thotë. Vepër penale, mos pagim taksash dhe falsifikim dokumentash në bashkëpunim më shumë se një herë. Nga nenet 137 fraksion 2 të kodit penal. E ndjek seksioni I krimit ekonomik financiar të ndalohet. Pra të ndalohet. Nene 137 fraksion 2 I kodit penal. Pu që gjedi që kreditit. Hapi më kodit penal dhe thotë që si shpërshikoni edhe në ekranin tuaja. Nene 137. Njëshi, jo dyshi. Thotë vjedhja e energji... Vjedhja që ty kanë pjerdhë sytë. Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Vjedhja e palishme në rrjetin e energjisë. Neni 2. Lexoj mirë. Neni 137 thot. Aja flet qartë për ata që pasojnë eurot, për ata që bëjnë fatura falso. Sekond. Po e vetëm këtë emision? Mu po mbot daja burg që s'ka pagu dritat, mos bëj burg Francesco Begeti? Një sekund. Neni, një sekund. Ka ik Bajanaku në Angli se ka për të pagu 30.000 lek drita? 137 fraksion 2 kodi penal. Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Jo, kisha respekt. Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike dënohet deri në 3 vjet burg. Jo, kisha respekt. Jo, sinqerisht. Francesco, kisha respekt. Çongo. Nuk ka ik Bajanaku në Angli atje ka emigru. Nisë çopën ka pagu 30.000 lek. Çopën t'ja themi cop. T'ja themi cop. Dëgjoj këtu, Francesco Begeti. Pagu celular. Megjithëse ky celular e ka italianët, valla ç'mu kanë këta? E ka italian, po duhet ta paguajë në Shqipëri, nuk e di për çfarë arsye. Okej, keni me energjia. Dëgjoj këtu, Francesco Begeti. Ti mund të investosh miliona, po paguaj ato 50.000 6.000 ose brenda. Të nene që është tratë shumë? Edhe jo brenda, 3 vjet burg. Vikeni ju italianës paguken energjinë elektrike. E me të drejtë. Flishti ju pronta Italia dhe s'paguni faturën e telefonit. Ore. Po pse s'pagun ky ne e marrim ne gjithmonë, çfarë pse s'pagun? Ore, ai vetëm zilen po mu. Po apo flisim për pas shesh kjo punë, nuk e marr vesh. Po ja, është, do të thonë, këto kanë kodin e tyre, ne kemi kodin gjithë shqiptarë, kemi kodin ton. Po është 137 fraksion sipas kodit atyre. Kodi penal minon një është kodi penal. Të kapi policit ju rrugë thot mbas nenit 172 je gjobitesh. Se mos e diti çfarë thot neni. 172 është. Problemi është që këtyre nuk ja ka marr mendja që Francesco e di. Ka thonë po janë gopi mirë, inshallah po ka më bukur, edhe kush e dihet. Pra, Francesco Begeti shqiptar, miq nderuar, në qoftë se vjen në Shqipëri, do të ndalohet në aeroportin e Rinës, sepse nuk ka pagu faturën e energjisë elektrike dhe ka vjedhë impulsa telefoni. Do zoti ke rujt ka atë faturën, që ka atë... Mandati! Jo, mërjo, inshallah s'ta ka humbë mamaja librezën e ditave se të fiku zoti. Si ka mundësime në një vënd, në një aksion të madh që doli vetë kryeministri Edi Rama. Një sekundë, mëse po lëm nam. Pa më që ke? Ujnë e ka pagut pak të në mos
Ka pagu ujë. Unë nuk ka. Foli qik, punoj më një ditë në këtë televizion. Foli qik. Nuk punoj një ditë në qoftë se ky s'pagun ujë, drita e telefon. Oj, qëtë ka puk gjo? Unë po i qoj dajës nga 2 steka cigare në burg, se s'ka pagu dritat. Do bra. Jo, më thot, qa ujë thot unë e pi gjithë me bidon se ku pjetë ujë në Shqipëri. Nese, se më vjeni natë me këta prokurorisa shi, se ja kanë këput si ka opeles prapta. Që doli dhe Rama tha, sukses aksioni prokurorisë i blokoj parate a gonqetë Nuk është sukses, tja fusë është tjetrit në kod gabuar, është super sukses. Mërë quna që bët kryeministri. Kur ta fusin, se thuti, kodi 137, po këtë qëne. A ta futa. Bravo, bukur. Nese, ngelimi prapë ke prokuroria, që ka fusi ka opeles, e që i gjeti këta shkretët, që do paguni lek dhe për këta. Për prishe imazhi. Një njeriu që ka miliona, i thua që s'ka pagu drita ujë. Më falë, e di që... Opa 10 vjeqe. Iku 10 vjeqe këtu. E di që i ke bo qunave sonë, ato kanë fikë gjithë telefonin. Shemi që ka. Ta shti në këto momente është ura telefoni dikujt. Qa kemi bo, bukur? Nese, ta shi të më është puna këtu. Që unë desha të thyshe, apo që thej, o Rame, afro pak tjerë, që thejmi Ramës. O Rame, Francesco Begheti nuk ka pagu faturën e gjithë së dritave. Thuja prokurorisë që ta bëjnë dhe këte në pikë, këpëton e bejo. Blokoj sahatin, blokoj sahatin. Në dhe qoj task force-in e energjisë, s'pagu dhe telefonin e i. 60% sekuestro. Për kjo. Gjitha më. Hiqja, një shkullja një gjitha telat që kam shpi. O paguj, desa ta paguj energjin. Kupton? Dhe, se po ta futesh brënda si duke, nuk i di, ndoshta varë dhe vetën, si që varë i shkreti nga lushnja. Ndot, ke mund varë dhe vetën. Tash i problemi është në qofse se fusin brënda. Ku di gjej Francesco t'i paguj të 130.000 lek drita që i kanë ngel pa jadho shtetit shqiptar? Problemi më është, me rrezikë kjo punë e hongëm duke du mylla goni. E bërë, pagu drita të mirë dhe. Edhe më tha mamaja, Orçun, shit drog bëj qa dush, drita më zvill. Ore shit armë, ke 4 arka me pistoleta shiti, prek ke korentin. Po. Koç ka dhëna i moqmi, me shtetin, me korendin e me ujnë mos luj. Mos luj. Bukur. E këthejnë vetëm pas pak. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia. Dhe qa thu, do të shfaqë atje. Pra, që kje? Sa po e the gabim. Se më qërës. Qa thu, redaksia. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Leti bim tubave për YouTube. Bjeri.